që ka pas shpenzime. Ato që ka keni pas ju, që ka është pas i një për fushatave ma të shtrejta në ne. Për kojna është po? Prej krejtve. Edhe ne kemi pritur rezultat më të mirë. Tash se cila parti politike ka mënyrën e vetë qysh e bën fushate. Ne kemi po më të arsëshme që me investu në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, me bo sponsorizim. Se su këthym vota? Po tash gjithë shka që ti bën këthet në vota dhe menoj që është këthy në vota, pra arsye që Lidhja Demokratike e Kosovës i ka pos 100.000 vota në zgjedhjet 2021, dhe tash i ka 170.000, që është një rritje jashtëzakonisht e madhe për atë që e bën krahasimin me zgjedhjet paraprake. Kështu që unë menoj që absolutisht që është këthy në vota, është partia e më të madhe në nivel të vendit, soj përket financave të partisë, tash partia zgjedh qysh po dën me i harxhu që ato financat që i ka, që janë ndonë edhe KQZ-ja. Ne e kemi po shumë atë arsëshme edhe shumë atë rrugës që me investu në rrjetet sociale, për arsye që jena tu jetu në vitin 2025 edhe impakti që e kanë rrjetet sociale është jashtëzakonisht i madh. Kjo unë menoj që është veç një strategji e PR-it që e ka pas Lidhja Demokratike e Kosovës. Nëse mundem jeta veç shkurt, sa i përket fushatës, një sen që ndoshta e skivoj Parizi është që financat të cilat i ka investu Lidhja Demokratike e Kosovës disproporcionalisht janë konë të niveli tjetër me krejt partitë që kanë marrë pjesë në fushat. Dhe nuk ka të bëjë kjo veç me rrjetet sociale, se me rrjetet sociale që thua është propagandëve të vendosis, nuk është propagandëve të vendosis, kanë qenë monitorues. Jo, është propagandëve të vendosis tash që kena harxhuna me oligark, kryeministri folke me atë fake, qysh ka ai presidenti i kallzoi ke qysh oligarkën të mbështet një parti opozitore, imagjinoje. Jo, veç pak. Ai as për një mes i shkon ai kryeministri. A bën me tregu veç diçka që në vlerësimet e krejt vëzhguesve të pavarur, Lidhja Demokratike para fushatës ka fillu mas shumë ti me shpenzgu. E lemo gjatë fushatës në një. E që keni matë? Une mundesh mi pytë organizatat e pavarura, nuk i kena matë na. Organizatat e pavarura, ju i keni pas diku 70.000 euro, 80.000 euro sponsorime në Facebook vetëm para fushat. Kjo është raport që ka dalë kështu, e para. E dyta, mandej... Ne kanë rritë votën, mimos, po thujnë e kanë rritë votën. Po tash do të mi këshyrë vota me qmim që shkon. A është qështja e votës me pare, ti sot e ki, në veç pak. 70.000 euro apo duken shifër, se merë vetë vendosja prej KQZ-s. Veç pak, së lutëm, para fushat, tash, miliona. Vetëm pak, para fushat rrjetet sociale. Përsa i përket raporte financiare se cili ka dërzu. Tash, se cili të bim, me krejt, se cili që ka marrë pjesë në zgjedhje në fushata zgjedhore e din. Gjdo objekt në tubim e ka një qmim. E ka një qmim aj plastic glass, që është aj ekrani madh, e kanë qmimin skena, e kanë qmimin kompani. Ju si keni pos që ato, a? Na nuk i kena pos. Nuk i keni pos ekran, nuk i keni pos karrika. E ka pos in-house brenda, e ka pos aktivista, e ka pos... E na s'kena pos aktivista. Une nuk pa thonë që s'keni pos. Une pa thonë që investimi që e keni bo, është disproporcionalisht. Ajo është e para, e dyta... A ne ke mod investime, se prapje t'u bo dezinformim. Qysh kupet, a ke mod investime. Në emision për dezinformim t'i t'u dezinformu. A ke mod investime në LDK-s. A mundesh mi që fotografit e një tubimit të LDK-s edhe një tubimit vetë vendosis. Ti t'u thonë ato kushtojnë edhe kanë kalu shifë. Just, po unë e kanë kalu shifrën, ato ti po ma Qysh pedin ti që ka pos shpenzime? Ato që ka keni pas ju, që ka është pas i një për fushatave ma të shtrejta në ne. Për kojna është po? Prej krejtve. Kush jenë krejt? Krejt opinioni publike cili mundet me vlerësu. Ti a shkon në një dasëm edhe e vrejnë a është dasma ma e lira ma e shtrejt, për arsye se qka të shërbehet. Imagjinajnë, është e krahasu me dorsëm, fushatën zjedhe, farmos e krahasu me dorsëm.